Buen dia! Mirëmëngjesi njerëz, sa ka dalë dielli sot, është koha kaq e bukur, kam hapur dritare që të shoh pak diell, pak dritë, se jemi bërë si Anglia, kemi gjithë vitin 2026 sa ka dalë si ditë dielli. Dhe më në fund, sot është diell, dhe parashikimi i motit për gjithë javën që vjen, e ka thënë që është diell, unë vdes për diellin, më ndryshon gjithë moodin, gjithë energjinë time. So, njërse erdhët në një vlog të ri njerëz, unë jam Alba për gjithë ju që nuk më njihni. Për gjithë që më njihni, welcome back to my channel. Pa nisim sot një vlog të ri, ditë e shtunë me energji të mirë. Jam për gati për të dalë, po pres që të bëhet gati dhe motra, bashkë me Kunatin, bashkë me Natanin, dhe të pim kafen së bashku. Por, ata pavonohen, unë duhet kisha dalë tani, ka fajtë ora 10:30, 11 ca është, nuk e di, 10:05 që nga. Okej. Lëkura ime njerëz, këto kohë që ka qenë ftohtë, nuk e di, ka një lëkurë që kam pasur unë gjithë jetën time mikse në të ndryshme, është bërë super e thatë, sa që unë tani poshtë make-upi vendos një shtres të plot hidratuesi dhe pastaj vendos edhe kremin e diellit dhe në fund fare vendos make-upin dhe prapëri pak i thatë. WhatsApp audio. Hamjari. Edhe kështu nuk e din që se keni dhe një krem që përdorni para make-upit, që u hidraton shumë mirë lëkurën dhe make-upi ju rri mirë, më sugjeroni në komente, goca. Kështu tani, veshja që bëra për sot është kjo bluzja. Që ngjyrë duket kjo bluza? Unë e shoh kafe të pjekur, por të Zara, që është porositur, se më ka dhënë Nela, ajo e ka blerë për vete, po i rindet çike ngushtë pa kaloj mua, thoshte që është në Burgundy. Shikoj kafe të pjekur, nuk e di, vetëm Burgundy nuk e shikoj. Se vesha me këto panat e bardha, isha në më dyshje që se të vija një rip, pa i ripi e shumë kaf, kështu që sikur nuk shkon. Kjo është ripi që dhe të vija. Ja, kjo duket shumë kaf, në fakt Burgundy duhet jetë kjo. Parja nuk po e vendos fare. Që ke mërë zotri që bën pip, që ke? Sa kohë e mirë, sa kohë e bukur që shën, ka vdisha për këtë dielli, më roba fare. Dhe do i kemi të pim kafen nga Deliorgi. Para shumë kohësh kam takuar një nga djegëset e mia, këtu në YouTube, një zonjë që rinte në Amerikë, në mos gaboj. Dhe ishte ullur rastësisht e njëta kafet e Deliorgi që isha dhe unë me që me Klajdin, me Motrën, me Kunatin, me Natanin, se që jemi dhe sot. Dhe erti dhe më përshëndeti dhe më bë shumë qetë, ishte një zonjë një grua shumë e këndshme, shumë e sjellshme. Më kujtua tani që me ekipo nga Deliorgi, se mund të kem shumë kohë që s'shkoj andaj. Është shumë problema njerëz ku me lënë makinën, dalesh për kafe, edhe të rishtë vrasë shmendin ku me parku dhe makinën. Parkush parkim, do vete kafe 10.000 lek. Nëjse, ja, mund të kësha del me burin unë me motor. Këtë se mora njerë unë atë në fakt. Sepse i ka del para se kishte për të taku një shok dhe i ku me motor. Për një tani televizin e makinë me motor kot. Njërë këtu të marrë në telefon, mos kam baru punë. Këtë javë të premten i në Itali, të kemi një fundjavë andejki, të premten vi të dielën. Dhe mi s'po pres, për është që se jam zyrtarisht në pasën, që dhe përtoj të bëj valigje për të udhëtuar. Më erdhi ajo gjaketa, gri që ju thash e kostumit të Zarës, dhe duhet të marrë andej të vesh me palto sipër. Por nuk e di se ajo paltoja e zesë që ka me Zarës vjen fit pas trupit, dhe ka të prerje në pele të gjitha. Nuk e di ato më nëzëri dhe me gjaket poshtë. Ajo e hodë është nësi si të shkoj pas në shtëpi të provoj. Këto gjaketat për shumë që janë oversize, janë më të përshtatshme për të veshur me gjaketa, me pullovere të trasha poshtë, me të gjitha këto gjërat pra. Dhe unë s'kam më një palto oversize, kam një shile, po që është pusha lepsu nuk bishet më. So, dërë tani e ka dhe në kohën e mirë, edhe andej. Dhe kështu shpresoj që të mbaj dhe kohat jetë djelë të shioni, se më ka marrë malli pak edhe për aromë italie, për pasta, për pizza, për aperol spritz, atë brioche në mëngjes, për gjithë këto kënaqësitë e vogla të jetës.
E vetme që shpërtoj është të bërit gati rroba, sepse kam vdekje me bë outfite. Nuk i bëj dot, du me marrë gjëra ekstra që ti mendoj. Ose duhet me marrë 100 këpucë se nuk më shkojnë. Për shumë bëj një outfit, do një palë këpucë të tjera. Bëj një veshje tjera, do një palë atleta, ku di unë. Gjitha këto si marrim dot, se për më tepër aq janë 2 ditë. Edhe çon shpinë vetëm, se për aq pak kohë është takot me pagu valigje ekstra, vetëm që ase ke plan për shumë të bëj shopping andaj. Imagjinojni, tani jemi në fund të shkurtit, sot është data 20-21, se vajmë në mirë se sa është 21 shkurt. Dhe ka ngelur mars, prill, maj fillon plazhi, kështu që okej, po e quaj mars, prill, maj, dhe 3 muaj që të vi vera zyrtarisht, pavarësisht se nëse mban, plazhin e fillon që në maj. Kujdes për këtë periudhën, që zjatë dita, fillon ngrohet koha, veshim gjëra më të holla, xhaketa, pastaj për verën mbaroj fare për atë plazhin për relaksin. O zot më shpif. Ka një 3 javë të mira që në këtë unazën e madhe janë disa kafshë që në mace të vrara dhe janë anësh rrugës. O zoti ma, nuk i shoh do më, janë dekompozuar trupat atje, nuk i shoh do të realisht më vjen për të vjedhur kur i shoh. Për ti fakti që mua më dhimbse njerëz zakonisht shumë. O zot merr. Nuk e kuptoj pse kanë lënë kaq gjatë pa hequr. Kam 3 javë që unë i shoh çdo ditë në mëngjes. Nuk mundem, nuk i shoh dot, e kam të merr. Nga dita e dytë e vlogut, jemi zgjuar që të pim kafen e mëngjesit. Dje vetë për atajn, se nuk e fola më fare mbas dite. Shikoni pak se bukur e kam bërë. Gjasë French, por nuk është Frenchi klasik. Edhe pim kafen. Jemi bërë gati, kemi vesh gjëra sportive. Pastaj në drek kemi rezervuar për të ferma 100 për të grënë dreka, kështu që do vini sërish të ndrohemi. Dje që dola me makinë, në Tiranë ka qenë trafik të merë, jam stresu, jam lodhë, më filloj koka, kështu që sot thash Klajdi da pim kafe në lagje, se nuk ja vlen me lëviz verdall, se ishte të merë. Tani, thash po bëj një smoothie, zemra për erit fundit të smoothie. Po pse? Do. Pritë e kam nga pim. Okej, edhe kështu që të ham shëndetshëm. E bëjmë këto kefirët, janë shumë të mirë, 53 së përën. Borenica të egra, araqia, përshër, edhe s'kam që tjetër më duke. Ato dhe hurma rabia. Edhe një dy hurma. Më pëlqej sepse hurma përveç se ka nutrientet e tyre shumë të shëndetshëm, japin dhe një ëmbëlsi smoothie edhe më pëlqen ato. Do hurma zemër? Për e ti. Që po bën të fasting? Kombinime, apo i kuarua dieta? Aq ishte. 2 ditë gjatë dieta jote. Blendi. Okej, unë e bëj smoothie, por nuk e pija pra me luk. Thjesht më pëlqen kur bëjmë kështu blend ato të gjitha. Oj shpirt, oj zemër, oj dritë. Nuk më pëlqen nga gjatë
Vere dhe qalla. Sa i mi. Sa gjonë do të haqët e syse. Nuk se ka që të bërë mirë. Spim me kafe në mëngjesi, tani do i bëjmë gati që të ikim për drejt. Se do ikim nga ferma 100. Tash në mëngjes më duket po. Unë ja të tregoj këto gjërat e reja që mora. Ja, është ky kostumi gri njerëz që më kisha treguar, që është kështu me jelek. Ka sipër edhe këtë xhaketën e shkurtër dhe vishin të gjitha së bashku dhe ngjan kështu xhaketa. Kupton, poshtë deri jeleku dhe mpanat grigjata. Pastaj kur të kthehem ta provoj një çik me pallton e zezë, sepse dua ta marr në Itali që ta vesh të bëj një foto bukur. Ndërsa tjetër mora dhe këtë xhaketën e me këtë printin e zebrës, por me ngjyrat kafe dhe të zezë. Shikoni sa e bukur që është? Ka dhe zinxhirin gold. Po në gold, sikur e ka. Si gold, kështu. Shumë e bukur dhe kjo. Shikoni çfarë çmimi ka pa ulje. Është 60.000 lek, e kam marrë vetëm 13.000 lek. Vjen pra vera, pastaj vishesh me këto xhaketa ka naqesh. Kështu që të vishën tani që do ikim nga ferma. Po mendoj të vesh fund pantallonat lëkur të zeza me geta. Jam vonë se duhet të vetë të marrë dhe mamin dhe babin. U vesha njerëz, ky është outfiti, besoj është i përshtatshëm për një ferm. Fundin e lëkurës, të bluzën kafe nga brenda, edhe këtë xhaketën e re, që ka material si palto, si xhups, kështu domethënë. Të Zarës, që kam herën e parë që e vesh. Edhe të si kështu duket outfiti, nga këmbë do veshim çizmet e cowboyt dhe jam gati. Vetëm me shtu këto aksesorët. Pra këtë bish, sa pasaj duhet futën të bëj një dush. Çantën, kafe dhe marë, e kam shumë rahat atë të gesit. Në fakt, më shpesh nga gjitha çantat atë mbaj, se ti pse edhe gjyra kafe më kombinohet me shumë veshje, por që ti e kam si më praktike si çantë. Tani të dalë se avon, vesha këtë golfin e zi, që e paqa kur përbëja make-up. Ka marrë këto xhinset e reja nga HM-ja, të bukur ka këtë pjesën këtu në fund, që e ka këtu me lidhse, dhe lidhe dhe ngushtohen, besoj se ngjëra shumë cute. Ja, duhet ta lidhe dhe pak këtë. Edhe të bëj pa flokët me gjel, buzët do t'i përfundoj me makijen, kështu përfundoj çdo mëngjes, sepse jam vonë. Shumë interesante këto xhinse, vetëm për këtë gjë i mora. I keni te HM-ja, por të keni parasysh nëse i porosisni online dhe nuk shkoni ti merrni në dyqan, ti merrni një masë më të madhe sepse vin prirje gozha e ngushtë. Unë kam veshur 38. Jo se jam shëndoshare shumë, ha. Edhe kështu. Duhet të dal. Sipër po vesh këtë xhaketën e zezë të Zarës që e mora me ulje, meqense këto ditë po bën goxha ngrohtë. Se, kështu është veshja total, tani nuk e di, ti shtoj një ri pantallonave apo të një kështu. Këripi mund t'ju shkoj. Këto vinë me bel të mesëm edhe më duket sikur do mbien. E kam goxha poshtë belin, domethënë. Sikur jep something. Okej, me rip do t'i mbaj parfum, dalim. Duhet të rregulloj një çik këto çime që më kanë dalë këto puzi me gel edhe ikim.
Ja dola me dal në kohë, është e 20. Mendoni, në 9 do të jem në Prestige, në Varp. Do më thënë, ka fillu të lagja jonë, avon kova mbrapa për me zënë vëndet. Tani unë duhet të bëj para mbrapa, sepse kam kovat e njerëzve. Dhe ku i kanë lënë më përpara shtëpisë, do më thënë nuk e di si janë këta lloj njerëzish për sot. Nisa. Vazhdo me akoma 2026, zihen vëndet, duke vën kova. Po s'kam ripin. Shumë e llakatur sot Alba, e kam ditë në fundit punës, prandaj se nesër jam pushim. E po të ripisim për ngocën mirë dhe nuk lëvizim asnjëherë pa rip, dhe vërtet është nuk lëviz asnjëherë pa rip. E kam parim, sa e ripi në makinë, gjë e parë që bëj është vë ripin dhe pastaj nisa. Por janë rastisin edhe kështu ditësh, ku të hapim rrugën, këtu. Tani në mendjen time, thash me ishte fiksuar premte sot, nga që s'jam në punë nesër, kam marrë leje, edhe po thosh Alba duhet dalësh mos dil vonë sot se ditë e premte është kaos, gjithë njerëzit duan me ik, me lëviz. Por harrova që është e njëjtë, nuk është ende e premte. Njerëz nuk kam qenë fare inspiruar me bë video edhe me postu edhe në Instagram. Kam postuar shumë ekstrem, shumë pak, por nuk e di pse. Content creators janë bërë shumë të shumta, janë bërë të shumta në Instagram, edhe se di, ka filluar është bërë një lloj contenti fake. Njerëzit duan vetëm të postojnë gjëra të bukura, estetike, me mbajt një feed super të kuruar, me bë foto super të kuruara, dhe unë nuk jam te kjo gjëja. Unë gjithmonë kam ndar momente, foto, gjëra të shkrepura nga përditshmëria ime, edhe nuk kam munduar që të mbaj këtë feedin super aesthetic në Instagram, kështu që nuk po e gjej veten dhe isha zero e frymëzuar, kam qenë gjithë të periudhë, domethënë, zero e frymëzuar për të krijuar content të bukur. Por shpresoj që këtë javë të rikthehem me content, sepse nuk dua të lë pas dore platformën time, përveç faktit që kam ndjekse dhe persona shumë të këndshëm që më shkruajnë vërtimisht në pjesë për gjëra. Kam një raport shumë të lezetshëm me gocat që më ndjekin, si në YouTube ashtu edhe në Instagram. Në Instagram më të theksuar për faktin që më shkruajnë Insta direkt për shumë gjëra, ndërsa këtu në YouTube i vetmi mënyrë komunikimi është me komente. Kështu që s'dua ta lë pas dore këtë gjë, dhe përveç edhe për faktin që më shërben për të ardhura. Janë të ardhura ekstra ato. Çtoni ju, për atë kohësh unë ju prezantova MDD produkte organike, sepse tani se bashkëpunimin me ta në fund janarit, fillim shkurtit, diçka të tillë e kishim lënë. Edhe unë si merr ti pakoja, pa i filluar ti përdor produktet, ju prezantova edhe ju këtu në YouTube, pavarësisht se bashkëpunimin e kisha për Instagram. Por mua kur më vin gjëra kështu të bukura, të lezetshme, i ndaj për shef në YouTube, përse jam me prerë me thik, e kemi bashkëpunimin ku di unë 2 rrjedhësa në muaj dhe nuk dalin kur jashtë asaj gjëje. Jo. Dua ta bëj marketingun në mënyrë organike. Dhe ky biznes nuk më kontaktoj më kur. I kam shkruar nga fillimi i shkurtit që si do t'ja bëjmë, si do procedojmë me bashkëpunimin, do takohemi, të merremi vesh për pagesën edhe për gjë tjetër. Dhe më tha po do më presësh pak, se kemi x problem, dhe nuk kontaktoj kur. Jemi fund shkurti, erdhi marsi. Kështu që jo, nuk do ta pranoj më si bashkëpunim. Këto jo korektesat për mua janë jo e madhe. Unë jam njeri super korrekt, realisht, mundohet të jem super korrekt. Si në punë, në bashkëpunime, se punë janë edhe këto, po meqense janë jashtë një kontrate të mirëfillt, siç është puna full time, puna fizike. Prandaj po e quaj kështu punët ekstra, edhe jam super korrekt e njerëz. Në përgjithësi jam njeri shumë korrekt, si në shoqëri, si në raporte
familjare, në çfarë do lloj raporti punësimi, çfarë do lloj raporti mundohem të jem shumë korrekte. Dhe këto gjërat realisht më prishin shumë Terezin. Dhe jo, si bëhet fjalë që unë të vazhdoj bashkëpunimin, dhe më vjen shumë inat për një arsye tjetër, që pse të jemi fokus aty se sikur s'po duke, sepse mu më erdhi një mundësi tjetër bashkëpunimi për sa i përket flokëve, një linje kujdesi Burkaçurela, edhe me një brand që ndodhej në Kosovë. Dhe refuzova sepse unë nuk marr kur të brande për të njëjtën gjë. Të tipit, okej, të provoj linjën tënde, po jap review-t e mia, të mbyll bashkëpunime, sepse bashkëpunimi në fjalë për shembull ishte menduar që të bëj 3 mujor, pastaj po të marr një brand tjetër për ta testuar, për ta provuar, për të ndarë review-t e mia. Por të njëjtën gjë nuk e marr njëkohësisht, sepse do ndikonte në feedbacku që do kisha për brandin e parë, do ndikonte në besueshmërinë që do kishin ndjekësit e mi, edhe pse për shembull për flokët ne mund të provojmë njëkohësisht produkte të reja dhe nuk ka kurfar problemi. Por, meqense thash, pjesa e korrektësisë dhe pesnikërisë ndaj djegësve, unë e kam shumë të theksuar dhe mundohem që ti qëndroj pesnike kësaj gjëje, kështu që e refuzova. Dhe prandaj jam rrezitur më shumë, edhe prandaj nuk dua që ta bëj më si bashkëpunim, nëse unë shprovoj sërish kuptohet. Sepse më prishi punë edhe jo korrektesa është pra një jo e madhe. Kështu. Është shumë e freskët edhe një ngjarje që ndodhi tani në Tiranë, aksidentet rrugore janë të shpeshta, nuk diskutohet me këtë popullsi të madh që është në Tiranë dhe me këtë shtim të tepruar të mjeteve, që kemi më shumë mjete për banor. Edhe ishte rasti që u shtyp një 7 vjeçar, një djalë nga makina dhe nga 2 makina njëra pas tjetrës. Ishte një rast i tmerrshëm, kështu që njerëz realisht kur shohim makinë duhet të tregojmë kujdes absolut. Duhet të jemi super të vëmendshëm, personat duhet të jetë gjithmonë këmbësor, ja do duhet të ruajmë sepse është me pasoja shumë herë më të rënda goditja e një këmbësori nga makine sesa goditja e 2 mjeteve me njëra tjetra. Patjetër që ato mund të jenë fatale, por nuk e di, unë personalisht gjëja që kam më shumë frikë kur jam në timon janë këmbësorët. Duhet jemi shumë të kujdesshëm, sikur jemi këmbësor, sikur jemi shofer në makinë, sepse realisht ka problematika nga 2 krahët. Kemi këmbësorja ku di unë, tani që unë jam mes autostrade, futen të merr shumë keq. Por kemi plot edhe raste që makinat nuk janë të vëmendshme, ai celulari, apo di unë janë të shpërshëndruar. Dihet që aksidenti është thjesht një moment, fraksion sekonde është të ndan nga aksidenti, por realisht duhet jemi super të kujdesshëm në ngarjen e makinës, sepse sa vjen dhe bëhet më problem kjo pjesa. Tani, sa po futa te tuneli famshëm në Tiranë Durrës dhe do më presi një super trafik, që duket situata nuk është as pak e mirë. E vetmja gjë që më është bërë shumë stresuese për punën, që nuk, do më thënë, është e pamundur të ambientohesh me këtë gjë, është pikërisht kjo rruga që ka trafik gjithkohës. Realisht se distancë është shumë e shkurtër, nëse nuk do kishte këtë lloj trafiku. Për shembull, më ka rastisur jo dje, par dje, se dje kam ikur direkt në Tekë dhe nuk është se vura re për sa e bëra rrugën. Par dje s'ka pasur trafik fare. Ndodh ndonjëherë, nuk e di ç'a ndikon, nuk e kuptoj se ç'a ndikon. Dhe unë e kam bërë gjithë rrugën nga Vora, nga shtëpia, nga puna ime deri tek shtëpia. E gjys 5 dal nga puna, e gjys isha në shtëpi. Ishte super, realisht, si kilometra, nuk është se është ndonjë distancë shumë e largët, por ndikon shumë pjesa e trafikut.